do të jenë që do ta garantojnë këtë marrëveshje. Pra Këshilli i Sigurimit. Unë mendoj që Këshilli i Sigurimit do të jetë pra vendet anëtare permanente të Këshillit të Sigurimit, pra 5 vendet, ato do të japin garanci për zbatimin e kësaj marrëveshje kur të arrihet. Po kjo dritan që Vatikani mund të bëhet dhe ja po ta lexojmë, Vatikani, siç na ka thënë edhe Papa, thot Donald Trump, ka le të themi ka shprehur dëshirën që do ishte shumë interesuar për të hosting dhe nuk ka shprehur dëshirën për të bërë negociata. Bëri një deklaratë, i ftoi palët që të bënin negociatat atje, por ditën dhe këtë e bëri në ditën që Papa po bënte kurorzimin e tij. Por në atë ditë Papa bëri një deklaratë tjetër, pra duke dënuar veprimin rus në Donbas, pra çështjen e civilëve që ja kërkoi me kërkesë të Zelenskit dhe tha që civilët që ka marrë duhet i kthejë mbrapsh Ukraina, pra Rusia. Atë që thotë gjithë Zelenski që të kthejë mbrapsh ata civilët, sepse Zelenski pretendon që civilët ukrainas janë marrë peng nga Rusia. Dhe Papa ra në kurthin e Zelenskit dhe bëri atë deklaratë. Dhe në momentin që Papa e bëri atë deklaratë, avioni rus, i cili po transportonte nga Rusia në Vatikan, në Rom, ministren e kulturës dhe të feve që ka Rusia për të marrë pjesë në ceremoninë e kurorëzimit të Papës, u kthye në rrugë mbrapsht sërish në Mostë, nuk morën pjesë për shkak të asaj deklarate, vetëm për shkak të deklarate. Kështu që unë besoj që kthimi i asaj dhe mostërheqja e kësaj deklarate nga e Papës e nxjerr jashtë loje Vatikanin për të qenë një vend ku të bëhen bisedime, edhe për arsyeën sepse kemi të bëjmë me një Rusi ortodokse dhe ortodoksizmi rus e ka parë gjithnjë katolicizmin e Romës si kundërshtarin kryesor të saj. Dhe kështu që nuk besoj që ky ortodoksizmi rus do ta lëjë Putinin që të shkojë në këmbët e katolicizmit romak, kështu që do të vazhdojnë atje në Istanbul. Do të vazhdojnë në Istanbul tek qyteti. Ndërkohë, regjia, edhe një pyetje kisha, të lutem, ma kthe pak prap tek ajo deklarata e Trumpit. Tani, let the process begin. Let filloj procesi, thot. Po, procesi realisht ka filluar, procesi ka filluar, por let filloj procesi intensiv, sepse shikoni në këtë fjalinë e dytë. Rusia dhe Ukraina duhet menjëherë të fillojnë negociatat drejt një armpushimi dhe më e rëndësishme drejt fundit luftës. Pra, ajo që ata deklaruan në Istanbul, që unë thash pak më parë, që neve do të vazhdojmë bisedimet, po pa caktuar datë, pra Trumpi tash thotë, le të fillojë tash menjëherë bisedimet, pra keni lënë hapësirë, po s'keni caktuar datë. Tash ti filloni bisedimet direkte, pra nëse mbani mend në prill, bisedimet u bën pa ndërprerje 2 javë ditë. Pra për ditë kishte bisedime. Dhe këtë do thotë kjo, pra le të fillojë tash procesi i bisedimeve pa ndërprerje. Pra jo të takohemi një herë tash një herë pas 6 muajsh. Pra këtë do thotë. Pra le të fillojë procesi siç ka qenë atëherë pa ndërprerje. Pra proces pa ndërprerje. Proces pa ndërprerje, pra bisedime pa ndërprerje siç ishin në prill të 2022-shit. Ato pastaj do të çojnë te një marrëveshje, do të çojnë te një sqarim i gjërave. Sado që do të ketë një sqarim të gjërave, si për ata vetë, edhe për gjithë ne të tjerët që po bëjmë po shohim këtu dhe po deklaratë zyrtare e Gjermanisë dritan për sa i përket mundësisë për të arritur këtu, thuhet që Putini po luan për kohë. Tani duhet t'i shtojmë sanksionet, nuk duket armpushim në horizont. Ndërkohë Kaja Kallas sot ne duam të çojmë veprime të forta të SBA-s ndaj Moskës, deri më tani nuk ka pasur presion serioz mbi Kremlinin. Trumpi thotë që ka më sanksione të reja ndaj Moskës. Shikoni pra, a ka ndonjë deklaratë Ursula von der Leyen? Jo. Po ka deklaratë të Kaja Kallas, cila është ministre e jashtme e Bashkimit Evropian. A e lexoni gjë emrin e Kaja Kallas aty? Po. Pra edhe ajo është përjashtuar totalisht nga kjo, nga kjo gjë që kanë bërë amerikanët. Dhe ajo e Gjermanisë është presion, Gjermania tashmë Steinmeier ndodhet në presionin Merzi ndodhet në presionin e Steinmeierit për të bërë një deklaratë të tillë. Por ato sanksione që ata vunë, juve përmendën pak më parë që i vunë sanksione. Ato sanksione ishin të pavlefshme dhe pse ishin të pavlefshme dhe të pavlera, ato 17 sanksione. Mjafton të shohësh që Hungaria dhe Slovakia këtë radhë as nuk i kundërshtuan vendosjen e këtyre sanksioneve. Dhe as nuk vendosën veto, ndërkohë që për sanksionet e tjera, edhe në ato cilë nuk kanë vendosur veto, kanë kundërshtuar. Nësa këtë radhë nuk u ndjen fare, domethënë sanksionet s'kan asnjë lloj vlere më dhe nuk është e kotë. Dritan, po këtë që thot Gjermania që Putini po luan për kohë, se ajo që artikulohet në gjitha vendet europiane është kjo teza që me këtë armpushim Putini thjesht po fiton kohë. Këtu s'kemi armpushim. Pra nuk kemi armpushim. Në rast se do kishim armpushim fiton kohë Ukraina.
Ukraina apo Rusia, sepse europianët thonë fiton kohë, Putini organizohet dhe ideja është do sulmoj Europën, se kjo është frika. Këta europianët janë duke futur ideologjinë dhe idenë e frikës në këta. Nuk ka asnjë lloj tentative, asnjë lloj përpjekje, asnjë lloj përgatitje për të sulmuar Evropën, dhe asnjë mund ndodhi sepse nuk ka kapacitete për të sulmuar Evropën. Aktualisht. Në rast se në këto luftime që ndodhen, aktualisht rusët kanë përparësinë, kanë iniciativën strategjike, pra janë duke i shkaktuar dëme të mëdha ushtrisë ukrainase. Dhe çfarë do lloj pushimi në këtë moment? Këtë do të favorizonte, atë që është në humbje apo atë që është në përparim. Pra logjikisht, matematikisht, ushtarakisht, diplomatikisht, politikisht nga gjithë anët, pushimi favorizon atë i cili është në humbje, për arsye pse në rast se do kishte një pushim, automatikisht ai që është në humbje do mund të riorganizojë, do mund të ritrajnojë, do mund të merrte forca të reja, armatime të reja pa u dëmtuar pa asgjë. Dhe pastaj logjika jote qëndron, po këta thonë kërkon një pushim në mënyrë që të përgatitet për sulmuar Europën. Po problemi këtu është sepse shikoni, pra kush e ka kërkuar pushimin? Pushimin kush e kërkoi? Ai kërkuan këta nga Kievi. Sepse këta janë aq të marrë. Edhe Europa 30 ditë. Po pra këta janë aq të marrë dhe aq idiotca. Vetë thon, para një jave thon ne kërkojmë pushim 30 ditë, pra kërcënojmë për pushim, tash i thot kërkon Putini pushim. Putini nuk ka kërkuar ndonjë pushim. Ka kërkuar përfundim të luftës, po jo pushim. Pushimin e kërkojnë këta dhe tash pasi e kërkojnë këta thonë e kërkon ai. Pra këta ose janë njerëz të çmendur të marrë, më thonë ti? Ose ta mendojnë se njerëzimi, pra bota tjetër që dëgjon janë të marrë dhe nuk kuptojnë çfarë thon këta. E nisa me këtë dritan për të sjellë vëmendje faktin që Rusia do të, le të themi, do të bëjë një stërvitje të madhe ushtarake perëndimi 2025. Quhet në territorin bielorus në shtator 2025. Po, nuk është stërvitje, është një stërvitje normale që e bën Rusia për çdo vit. Kjo quhet Zapad, pra. Ja, duhet ta kemi edhe atë hartën dhe ideja po. Kjo stërvitje është një stërvitje që Rusia organizon një herë në 2 vjet. Është një stërvitje në nivel strategjik dhe operacional, shumë e madhe dhe numri më i vogël minimal i trupave që marrin pjesë aty është 180.000 forca. Nëse Rusia ka prej vitit 2012 që organizon këtë stërvitje, një herë në 2 vjet. Këtë stërvitje. E organizon një herë në 2 vjet. Dhe kjo nuk është stërvitje e bërë gasile, është stërvitja e parë u bë para 2 viteve, pra stërvitja e fundit u bë para 2 viteve dhe në stërvitjen e fundit u përcaktua që stërvitja tjetër e radhës do të kryhet në Bielorusi. Pra nuk është se u vendos sot. Nuk janë stërvitje që mund të vendosen këto brenda 6 muajsh, as brenda 1 viti. As plan programi kalendarik, po nuk është stërvitje që programohet në plan programi kalendarik ushtarak të 1 viti. Po do vite që të programohet një stërvitje e tillë, për shembull, stërvitja që ndodhi para 2 viteve, ndodhi në pjesën lindore të Rusisë dhe morën pjesë 242.000 forca ushtarake. E qartë. Pra është një sasi e marramense e madhe. Morën disa armata pjesë në këtë stërvitje. Është mesazh drejt Jakush Kaliningradi që kemi diskutuar. Nuk ka të bëjë me mesazh, nuk është asnjë mesazh, pra është një stërvitje e programuar. Bielorusia është pjesë friksuar ato vendet e Balltikut. Bielorusia është pjesë e marrëveshjes, pjesë e Commonwealthit të vendeve ruse për mbrojtje. Pra që ka një marrëveshje mbrojtje të përbashkët me Bielorusin dhe është hyrë në këtë vendet e këtyre ata quajnë marrëveshje e mbrojtjes e vendeve të Commonwealthit të Rusisë. Pra është Bielorusia, është Azerbajxhani, Armenia, Turkmenistani, pra janë disa ish republika ruse, të cilat janë pjesë dhe marrin pjesë në çdo stërvitje që organizohet, në këtë stërvitjen Zapad. Marrin pjesë me trupa. Do jenë edhe këtu. Absolutisht janë edhe këtu. Kanë qenë në çdo 2 vjet dhe do marrin pjesë edhe këtu. Pra është një stërvitje e tillë e madhe. Nuk ka të bëjë me atë, stërvitja nuk po përgatitet në këtë terren, pra kushdo që e ka bërë këtë hartë, nuk e di se për arsye pse e ka bërë këtë hartë. Kjo ideja është që kjo hartë, stërvitja nuk do bëhet as këtu, pra nuk po bëhet në territorin e Rusisë këtu dhe në këtë që të rrezikojë, pra sepse goditja, ai që ka bërë hartën ka vendosur që goditja qendrore është kjo. Po, ideja është merret Estonia, Latvia, Lituania. Realiteti është ndërkohë Bielorusinë ka futur me ai që ka bërë hartën ka planifikuar që goditja kryesore do të vijë nga këtu. Po. Pra stërvitja nuk po zhvillohet në Rusi. Stërvitja po zhvillohet në Bielorusi dhe nuk po zhvillohet këtu ndërmjet kufive të 2 vendeve nga cilat mund të thuash mund të lëvizin trupat të. Pavarësisht se nuk lëviz dot
një brigadë të mekanizuar ose një divizion tankesh me 25 km/h maksimumi që ecën tanku, nuk mund të lëvizësh 100 km, pra duhen për të lëvizur 300 nga këtu deri këtu mund të jenë 300 km, këto 300 km e ti duhen 10 orë. Pra, këtu e shef edhe ai nga stacioni hapësinor mirë, mund ta shohë për lëvizjen e këtyre trupave, dhe jo më avionët e NATO që mund të shohin lëvizjen deri te trupet. Stërvitja do zhvillohet në kufi me Polonin. Ja ku është Polonia, po? Po. Stërvitja zhvillohet këtu poshtë. E qartë. Pra nuk zhvillohet fare këtu. Zhvillohet këtu poshtë. Prandaj them kushdo që ka bërë hartën, është hartë mashtruese, për të vazhduar atë pozicion e frikë që të keni frikë se datë do sulmojnë. Jo, ai thot possible axis, akset e mundshme për një Russian invasion. Po s'ka, nuk ka nevojë. Jo, kjo lidhet me... Nuk ka për ndodhur, sepse në rast se ndodh kjo, pra, shikoni, duhet kemi që parasysh. Kushdo që ata që kanë bërë hartën e shoh që janë këta europianët e çmendur, si punë që të nxitur nga Polonia, nga Steinmeier, nga këta, do të jetë në anglez, se nuk kam se ata i mshojnë këtyre idiotësive. Ka një gjë. Kemi në momentin që Rusia do të kalonte me trupa në Letoni, Lituani, Latvia, në gjithë këto tjera, atëherë në këtë moment do të kishim një luftë ndërmjet NATO-s dhe Rusisë. Kemi që 3 vjet. Që Rusia thotë që Ukraina të mos jetë pjesë e NATO-s, sepse nuk duan përplasje me NATO, pra të jetë vend neutral. Po që se Rusia kërkonte një përplasje me NATO. Atëherë, Rusia mund thoshte po, Ukraina le të bëhet pjesë e NATO-s dhe ne po sulmojmë dhe ja ku ndodhi. Pra, nuk ka nevojë për të përplasur me NATO-n, që të presit të sulmoj Lituanin, Estonin dhe Letonin, ndërkohë që mund ta bëj direkt në atje. Me që Kaja Kallas është ish kryeminist i Lituanisë, më duket. Tashtila ajo mund të ketë ka qenë kryeminist i Lituanisë, sepse po të kesh qenë kryeminist nuk do të thotë që titulli dhe karriera nuk t'japin mend. Jo, dakord. Ajo që duhet të kuptoj Dritan është pikërisht loja që këta po bëjnë. Këta është loja e frikës, për arsye se këta duan të justifikojnë vjedhjen e parave që po bëjnë. Pra këta po vjedhin parat publike të qytetarëve evropian dhe po ja japin këto para publike disa firmave ekskluzive të industrisë ushtarake, sepse industria ushtarake në Bashkimin Evropian nuk është industri shtetërore. Për të kundërt në Rusisë, Rusia komplet industrinë ushtarake ka shtetërore. Pra fondet janë brenda shtetit. Nuk kanë ku vidhen. Kurse Bashkimi Evropian, edhe Amerika nuk e kanë privat. Pra do me thënë, këto fonde të mëdha që këta po duan të japin këto 800 miliardë euro, do shkojnë në xhepat të 2-3 kompanive. 2-3 kompani, të cilat këta persona po duan të i pasurojnë dhe kalite duke marrë fonde nga Bashkimi Evropian, nga fondet e arsimit, fondet e mjekësisë, fondet sociale, pra duke zhvatur qytetarët e tyre, dhe e vetme mënyrë për të justifikuar këtë zhvatje është propaganda e frikës. Pra do na sulmoj Rusia me të tilla harta, me të tilla gjëra, thjesht për të bindur qytetarët që ata të mos kundërshtojnë, sepse duke pasur frikës do të sulmoj ti nuk kundërshton më zhvatjen e fondeve të tua dhe pasurimin e një grupi të vogël njerëzish. Hapja e panikut. Po Dritan, ndërkohë edhe SBA-ja sikur ka filluar ta zbusë qëndrimin ndaj Europës. Kemi ato takimin Meloni, J.D. Vance, ku Meloni është ajo interlokutoria. Kemi një fjalë për të thënë lidhje me qëndrimet, ndërkohë që Trump e thotë që i njëftova. Pavarësisht është keq kuptuar. Prej fillimit nuk mendoj që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë pasur qëllim dhe as nuk kanë pasur një qëndrim të egër ndaj Evropës. Pra ajo çfarë ka qenë qëndrimi realist. Problemi i Evropës është se Evropa nuk ka dijenin e real politikës. Evropa jeton në një ëndër të vetën dhe ajo çfarë Trump ju bëri të qartë evropianëve ishte qartësisht që tashmë e tutje nuk do të jetë më Amerika që do të harxojë për mbrojtjen tuaj, po duhet harxhoni vetë. Pra, juve duhet të fuqizoheni ushtarakisht. Dhe ai çfarë kërkoi? Që të fuqizohemi ushtarakisht dhe të jemi të gjithë barabartë, kërkoi që vendet e NATO-s të kenë 5% sa është kërkuar. Dhe tashmë të 5% Merkel është i pari i cili ka thënë që ne do fillojmë nga viti që vjen të harxojmë 5% të GDP-s për nevojat të mbrojtjes europiane. Pra nuk kemi thuar një ndarje. Këta e kanë keq kuptuar dhe e kanë përdorur për arsye sepse Trumpi nuk ja tha, shikoni, kemi pasur në kohën e diktaturës proletariatit ka ekzistuar një skeç interesant, kemi parë gjithaj skeçi kur vete
brigadieri dhe t'i japi një lajm, vetë punojës t'i japi lajmin brigadierit që kishte rënë zjarri në magazinat e ndërmarrjes, thonë. Edhe ai thotë që kur ja jep si thotë ta them direkt thotë apo ta them me cëke, ta them anë. Po ma thuaj thotë direkt, e kjo ja thotë direkt që ka ndodhur kjo, thonë. Edhe ai thotë po pse s'ma the me cëke se më vdiqe, më mbarove, thonë. Edhe kjo punë Trumpi nuk ju ja tha me cëke anas, po ju ja tha direkt. Ne kur ja tha direkt i shokoi, thotë se nuk e prisi. Gjë që e dinin po thua. Dritan, ndërkohë kalojmë pak në lindjen e mesme, kemi le të themi një përpjekje të madhe për një armë pushim të paktën në Gaza. Kemi deklaratat Netanyahut që diku Hamasi ka refuzuar armë pushimin në Katar, në Doha, më duket, po nuk jam i sigurt. Dhe ajo që më bërë përshqyrë se deklaratat ti që thamë dhe nuk janë larguar le të themi delegacioni i Izraelit nga Katari për të treguar vullnetin që le të themi ata po kërkojnë një armëpushim. Çfarë po ndodh me këtë le të themi marrëveshje që po ndodh? Është vërtet që Hamasi ka refuzuar propozimin për armëpushim të Izraelit. Që është? Propozimi për armëpushim të Izraelit parasheh çarmatosjen e Hamasit. Pra kushti kryesor që izraelitët kanë vënë është çarmatosjen e Hamasit. Në këtë takim dhe e thot Netanyahu gjithmonë. Këta kanë ofruar 45 ditë, ndërsa Hamasi ka kërkuar minimalja 80 ditë. Pra një armëpushim. Dhe izraelitët kanë vendosur kush që për 80 ditë ne duam që të firmoset çarmatosja dhe Hamasi ka kundërshtuar çarmatosjen. Dhe kjo është pra, nuk e ka planuar propozimin izraelit për të çarmatosur. Vetëm për këtë fakt. Vetëm për këtë fakt, për çarmatosjen. Gjithë problemi është te çarmatosja dhe normalisht të dyja palët nuk janë të rrequr nga Katari, pra vazhdojnë të qëndrojnë atje. Po. Kjo nuk do thotë që janë ndërprer, pra për momentin kemi një ndërprerje të bisedimeve, po jo largim nga bisedimet të dyja palëve. Çka do të thotë që dhe kemi një deklaratë dërguarit special të Shtetit Amerikës të jo Witkoffit, po të personit tjetër cili merrej me pengjet, pra është ja më falni, kërkoj falje që harrova emrin, atij personit i ngarkuar nga shtëpia e bardhë për pengjet në lindjen e mesme, i cili deklaron dje që bisedimet po ecin, nuk ka, me fjalë nuk kemi ndonjë përshpejtim, por ama palët po bisedojnë. Pra do thotë që palët sërish janë ulur në bisedime. Dhe normalisht të thash në çdo lloj bisedimi, pastaj secila palë bën propozimin e vet dhe pastaj kjo negociohet edhe bëhet. Por refuzimi i Hamasit ka qenë i qartë për çështjen e çarmatosjes. Për këtë bëhet fjalë. Vetëm për këtë bëhet fjalë, vetëm këtë lidhet. Po si marrëveshje, si po do aktualisht si marrëveshje përveç këtyre dy pikave, pra përveç ditëve që janë ofruar për çështjen e armëpushimit dhe përveç kësaj pike, të dyja palët nuk kanë nxjerrë deri më tashmë publikisht pika të tjera të marrëveshjes. Ja, nuk dihet asgjë. Nuk dihet asgjë. Ndërkohë kemi reagim dritan të Francës, të disa vendeve europiane që lidhen me atë që po ndodh në Gaza, për sa i përket bllokimit të futjes le të themi ushqimeve, ilaçeve etj. Kësaj bllokadës që ka bërë dhe te Jeruzalem Post e lexova, thuhej që Hamasi i ka bërë jehon, domethënë deklaratave të këtyre vendeve europiane. Si e vlerëson këtë moment? Normalisht, çfarë do lloj deklarate që do t'i shonte për shtat secilës palë, në këto kushte do t'i bënte jehon. Pra nuk është diçka e veçantë që duhet marrë pse është bërë. Ajo çfarë qëndrimi, ajo çfarë është hipokrizia e Bashkimit Evropian i cili bën deklarata dhe nuk ndërmerr asnjë veprim. Pra bën deklarata, siç ka bërë më së fundit Tirana që në rast se Izraeli nuk e ndërpret misionin ushtarak, në rast se nuk i lejon futjen e ndihmave në Gaza, po pa përcaktuar se sa do të jetë kjo ndihmë. Dhe Izraeli dje ka marrë vendim Netanyahu, mbrëm në darkë, pa miratimin e kabinetit qeveritar, pra vesh me vendimin e vet, që të lejoj futjen e 30 kamionëve të ndihmave humanitare në javë. Pra thjesht që këta 30 kamion, çfarë do të bëjnë? Këta 30 kamion, në rast se këta njerëz pa këta 30 kamion do të vdisnin ta zën për 2 javë, me këta 30 kamion do të vdesin për 1 muaj. Pra thjesht ju zgjat atyre agonin. Asgjë më tepër s'ju bën. Pra ky është një krim edhe më i madh se sa po mos ja japësh fare.
Dhe Bashkimi Evropian thjesht ka bërë një deklaratë për të larë gojën, që në rast se nuk lejohen ndihmat, po ja ky lejoj ndihmat. Po këto s'janë ndihma. Janë 9 kamion. Pra, 30 kamion një javë nuk janë. Është UK, Britania, Kanada edhe Franca. Po, prandaj paralajmërimi i fundit për Izraelin. Po çfarë do bëjnë? Paralajmërimi i fundit për Izraelin, apo mos i kanë edhe këto siç kanë paralajmërime për Rusinë. Pra, deri më sot u bë 20 muaj që Izraeli vret, masakron popullatën civile për qëllime politike, pra bën terrorizëm ndaj popullatës civile në Palestinë, muslimane dhe katolike, sepse duhet të përcaktojmë, në Palestinë ka musliman dhe katolik, nuk ka tjetër. Palestinezët janë të ndarë në musliman dhe katolik ka pak, 98%, 96% janë musliman,